E nga mirësitë e Allahut është që Allahu xhalla xhelaluhu me i mundsu njeriu në këtë dunjë me kaluar për një stacione të pastrimit që ditën e gjykimit do i pastër. Ç'kjo është? E nga këtu stacionet të pastrimit janë edhe sprovat, që ai bën sabër dhe pastrohet nga mëkatet, sikur se kemi thënë në takimet e kaluara. Po ka njerëz që realisht një shërbim të këtill përmes sprovave, një mundësi të këtill nuk e meritojnë. Madje as nuk përfitojnë. Se Allahu xhallahu ala çdo kujt i çon sprova, çdo kush provohet. Po njerëzit ka nga ata që bëjnë sabër dhe përfitojnë. Dhe Allahu xhallahu ala përmes sprovave të kësaj dhunjaje i pastron. Ka ata tillë që Allahu i sprovon, po nuk bëjnë sabër. As nuk e bëjnë në emër të Allahut, as nuk e bëjnë në emër të besimit, pra nuk përfitojnë. Dhe këtu hadithi qartës plot se durimi është ai që e bën dallimin. Këtë njerëz provohen. Mirë po, për dike, sprova është, domethënë, falje mëkatesh, udhëzim, këndellje, për dike është thellim në devijim. Dikush provohet edhe shkon duke u shtu pakënaqësia për Zotin, shkon duke u shtu mëkatimi e tjera reagime negative që ai nuk përfiton nga situata dhe as nga sprova. Prandaj këto autorë ka provuar ditën për të treguar se shikoni sa thellë e bën durimi dallimin mes dy njerëzve që mund të kenë ndoshta të njëjtat probleme, të njëjtin mëkat. Dikush për shembull ka këtë mëkat, mirë po, përmes sprovës saktuar, përmes një mangësie, përmes një dhimbje, çka do qoftë, këndellet, udhëzohet, kthehet tek Allahu xhallahu ala. Dikush jo. Dikush nuk e lexon kështu mesazhin. E lexon të kundërtën. E lexon për shembull mesazhin me keqardhje, me refuzim, me mendim të keq për Allahun xhallahu ala dhe çështu me çit mëkat, me këtë reagim të gabuar, mëkatar e takon Allahun te bareku te ala.